Tani, sigurisht ky është një ligj tjetër, po me 35-at, por përsëri garanci procedurale për mos heqje nga mos ushtrim funksioni është. Në momentin kur ajo atëherë ka qenë antikushtetuese, edhe sot është për kontrollin e lartë të shtetit të mbaroj, po aq antikushtetuese, duke qenë se të gjithë këto funksione kanë të njëjtin relev kushtetues. Nuk ka njëri më lartë, janë organe të pavarura në ushtrimin e tyre. Pra kontrolli i lartë i shtetit thot kryeministrin e kontrolloj unë tot. Që do të thotë ju mund ta çoni këtë në gjykatën kushtetuese? Tani unë po të parashtroj antikushtetueshmërinë që ka ky nen. Ne mund vazhdojmë ta tjerrim këtë histori. Por nuk mundet që diçka, pra gjithë kjo histori që unë thash, dhe ka sot vendim gjykata kushtetuese që nuk mund ta ha turpin me bukë gjykata kushtetuese duke majmon të vendimin. Se ka një precedent. Është vendimi 212 i 2002. Ai vendim e përcakton këtë, ka dhe disa vendime të tjera gjykata kushtetuese që i shkojnë rrotull po të njëjtës çështje. Po ç'ndodh? Nuk mund të thjesht i bëhet ngjitje personave të zgjedhur që Partia Elektorale presje. Jo. Ata e thamë që në fillim, ata kanë mandat nga populli me votë, përfaqësojnë, pra është përfaqësim demokratik. Këta e kanë mandati nga kushtetuta dhe ligji, janë të emëruar, duke filluar nga kryeministri, e përjedhojnë nuk kanë të njëjtën as mandat, as mbrojtje. Kështu që vënia të dyjave bashkë atje, sikur e kemi harruar rrugës këtë gjë, nuk mund ta kishim harruar ne për 30 vite këtë gjë. Pra kjo është qartazi, përpjekje e Edi Ramës për t'i vënë një emër, një neni për hallin e tij, është antikushtetuese, është politikë e papranueshme, nuk ka për ta pranuar askush.